Edi Rama duket se i ka dhënë një shtys të re debatit mbi reformimin e reformës në drejtësi pas takimit me ministrin e drejtësisë në Francë dhe vlerësimit të drejtësisë aktuale, e cila sipas tij nuk është as cilësore dhe as e paanshme. Kryeministri duhet të nisë betejë për të mbrojtur qytetarët, jo bashkëpunëtorët e vet. Ata duhet të mbrohen nga standardet që duhet të vendosë drejtësia, por ata nuk mund të diskriminohen pozitivisht duke lënë burgjeve me mira qytetar shqiptar pa drejtësi dhe pa të ardhme për të gjykuar. Drejtësia pa procedurë është sot një kamxhik në kokën e çdo qytetari. Gjyqjet pa afakt janë sot plaga më e thellë e çdo qytetarit të Republikës që ka punë me drejtësinë. Superstruktura e re e drejtësisë është jo funksionale dhe ka shkaktuar drama të mëdha për qytetarët që duan ta prekin drejtësinë dhe të përfitojnë prej saj.